Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka dikush që vjen spital thotë i poshtë Ministri e Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e çdin komaran ajo punë e mova. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga Primera Republika. Mirë të gazetës në Fokus dhe televizionit Dugagjini. Këtë javë kam kënaqësinë me pas musafire Ganimete Muslim. Një mikesht mirë timen dhe që e vlerësoj jashtëzakonisht shumë për punën e saj në Kuvendin e Kosovës për 6 mandate radhës. Gane mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit shumë. Thira pak me shkas se më tregu sinqerisht kështu është bo bajat edhe pe kena problem, kanë me thirr me fol për çdo situatë që u kriju në Kuvendin e Kosovës, se llafet e njëjta, nuk po ka ndaj risi, jemi bloku një shtet në një amën të përveshëm edhe që është dëshirë e një individi. E kam fjalën propozimi Albin Kurtit dhe amni përveshëm i Albulena Agjiut, që shteti u bloku qëto si rezultat i mosvotimit nga ana opozitës dhe si pasojë që nuk i ka numrat në kuvend lëvizja vendosje partia e parë e dalë nga zgjedhjet e fundit. Të thëmë të drejtën, ti sapo e konfirmove në këtë moment që Albin Kurti po ja arrit qëllimit për demotivuar dhe dekurajuar çdo zë në Kosovë. Vetë fakti që është bë monotone dhe është bë e vështirë të paraqitesh në studio televizive, kjo tregon që ai ja ka arrit qëllimet që të paralizoj çdo zë jashtë rrethit të tij vicioz dhe të neutralizoj çdo zë që është kundër tij. Ta largoj interesin qytetar prej politikave të përditshme dhe thjesht të vë në depresion shoqërinë kosovare, e cila po ballafaqohet me krizat të jashtëzakonshme, duke filluar nga shtrejtimi marramendës i çmimeve dhe mospërballimi i kostos së jetës familjare me pagat minimale që janë në Kosovë e deri te skandalet e njëpasnjëshme që po ndodhin në Kosovë. Ky ka qenë edhe qëllimi i Albin Kurtit, që të ushtroj diktat, të ushtroj presion, polarizoj në mënyra të ndryshme, që të krijoj një irritim tek qytetarët që të mbyllin syt ndoshta edhe para problemeve kaq të mëdha që ka Kosova, dhe ky përbën alarm për shoqërinë kosovare, sepse tendenca për të instaluar diktaturën në Kosovë është jashtëzakonisht e rrezikshme. Ne nuk e kemi të largët të kaluarën tonë të hidhur, kur këto vende janë sunduar nga parti komuniste e nga regjime komuniste. Prandaj kjo për mua si një deputete me një bagazh të gjatë në Kuvendin e Kosovës përbën alarm, sepse në momentin kur e hub motivin për të reaguar për çështjet që na preokupojnë, për problemet që na rrethojnë, kjo shoqëri ka vdekur. Gana është absurde kur e menon se jemi burr, por jo për të vetë kënaq, por për shkak se kemi ndërtu mekanizma shtetërore, kemi ndërtu një kushtetutë, kemi ndërtu institucionet në asaj forme sa për një me janë ka shembull i mirë. Ndoshta modelet më të mira që janë marrë edhe prej Bashkimit Evropian dhe shtetet demokratike. Për ata kemi opozit, për ata ne zgjedhim përfaqësuesit tonë në Kuvend të Republikës Kosovës, që ata me u marrë me hallet e qytetarëve. Jo tash me u bë peng i teke politike një këtë qytetarët e kësaj republike edhe na me shiku si teatr që bëhat aty, edhe adje më na imponu që na më morë vetëm me këtë problem. Ndërsa nuk ke shans as me diskutu ose po jesin periferike temat që janë shumë të rëndësishme edhe që janë jetike për qytetarët e Kosovës. Unë thash, ne
jemi duke jetuar një realitet të hidhur aktualisht, sepse ju e keni parë çdo 48 orë deputetët e koalicionit Lëvizjes Vetëvendosje, listës Guxo dhe Alternativës Demokratike, pas çdo 48 orëve vrapojnë pas mediave dhe gazetarëve në përgjithësi në hollin e kuvendit dhe në hapësirat e kuvendit për të deklaruar ose për të pozicionuar deklaratat e tyre propagandistike dhe deklaratat e tyre të cilat ose propagandat e tyre të cilat zihen në kuzhinat e kuzhinierës Dejona Mihajli. Ata, përveç që e kanë marrë peng kuvendin e Republikës Kosovës, ata me çdo kusht po tentojnë që edhe të imponojnë mendimin e tyre dhe fajin e tyre ta spostojnë te dikush tjetër, në këtë rast të partitë të cilat bloku tjetër politik që janë Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca Nisma, po edhe një pjesë e minoriteteve të cilët nuk po i bindën më Albin Kurtit. Një njeri i cili nuk ka arrit që të krijoj marrëdhënie politike ose njerëzore me asnjë subjekt politik në Republikën e Kosovës, lën për të kuptuar që ai nuk e ka qëllimin qeverisë me vendin. Ai qëllimin kryesor e ka të destabilizojë vendin dhe të sjellë apo të krijojë kriza në këtë vend. Dhe fatkeqësisht është duke ja arritur, sepse nesër bëhen 34 herë që ne mblidhemi në kuvend pa rezultate. I kemi 2 minuta, 3 minuta në son dhe nuk kemi rezultate. Kjo nuk ka ndodhur askund, kjo po ndodh te ne, jo pa shkas, kjo më nuk është krizë politike. Çfarë mund të jetë qëllimi i keq kësaj situate? E vullnetit dhe dëshirës madhe për destabilizim. Destabilizim. Po, absolutisht po, sepse janë krijuar gjitha kushtet për çdo mundësi destabilizim. A ka rrezik duke parë ose duke pas parasysh ata që thatë më herët që është akumuluar një energji ndoshta shumë e rëndë, shumë negative në opinion të qytetarët. A mundet me ardhë deri në situatë të tilla? Shkelzen. Përveç që po shesit të ju e shihni që veç kanë filluar luftrat nëpër botë. Bota po vlon. Kjo është halal më e rëndë kur e shën çfarë situata po ndodhin zhvillimet globale. Ta konstituojmë. E na jemi lidhur këtu në emën të Albin Agjiut. Prandaj po them. Nëse ti e merr globalisht e shes situatën, duhet me qenë të shqetësuar. Ne nuk po kemi fuqi me luftu mbeturinat në qytet. E lemo të merremi me gjana koti, siç merrëm tani, dhe domethënë e humbum energjinë duke u merr me inate politike, me presione politike, me propagandë politike, pa menduar 2 herë që vendi është në krizë. Pa menduar 2 herë që po e rrezikon gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe po e rrezikon mbraktisjen e vendit. Qytetarët e Republikës Kosovës, edhe sot kur po flasim, mundësinë e vetme e shohin për me ikë jashtë vendit. Unë e kam thënë vazhdimisht nuk jam deputete zyra. Unë jam deputete që lëvizi dhe që takoj çdo kohë qytetarët e Republikës Kosovës. Është e dhimbshme me i ndëgju. Kam prit rezultat. Kjo qeveri, këta ministra, ky kryeministër, po i bën 5 vjet mandat të pashkëputur, plus 1 vjet mandatit e kaluar 6. Qëllimi tyre kryesor, bllokimi, uzurpimi i kuvendit, është vetëm për një arsye, që të qeverisin pa kontroll parlamentar, pa mbikëqyrje parlamentare, që t'i kenë duart e lira për të abuzuar dhe për të keq përdorur me pushtetin absolut që e kanë, sepse ata tani e kanë pushtetin absolut në realitet. Në ku është përgjegjësia dhe roli i juj si parti të cilat megjithatë kanë edhe traditë, edhe trashëgimi, edhe në shtetëndërtim, edhe në çlirim, edhe në këtë këto procese për vitet 90-ta e deri me tani, edhe unë në vazhdimsi po jam kritik edhe ndaj jush për shkak se atë parullën që ka pas vetëvendosja e që bëjke protesta edhe i dilke tymi gjithë Prishtinës,
një popull nuk i nënshtrohet një njeriu, tash megjithatë në prej krejt juve na po dëgjojmë që në fakt që ky popull, çdo institucione, që ky mekanizëm i shtetit ju kanë nënshtruar një njeriu. Edhe ku a roli juj? Nashta jo me uqu e me gju koktej Molotovi po unë të paktën nuk po shoh kreativitet, nuk po shoh përgjigje, nuk po shoh ndoshta edhe bindje të madhe që jepni elektoratit që ndoshta ky është fajtori. Tani, unë mendoj që një fjalë popullore thot katuni që duket nuk don kallaus. Se ai duket, s'ki nevojë me thonë ja ku është një katon. Problemi po shihet. Ku është përgjegjësia jonë? Flas në këtë rast vetëm si Parti Demokratike. Unë mendoj që Partia Demokratike ka qenë jashtëzakonisht e përgjegjshme qarshi me qytetarin dhe institucionet edhe shtetin e Kosovës. Pse e them këto? Ne si parti në opozit, gjatë gjithë mandatit kemi qenë gardian të mbikëqyrjes ose e kemi mbikëqyr në mënyrën më të mirë dhe më efikase të mundshme qeverinë. Kur thamë kemi mbikëqyr në mënyrën më efikase, kemi ndalë 10 ligje jo kushtetuese, i kemi ndalë. Okay. E para, e dyta, e kemi ofru ofertën më të mirë në zgjedhjet parlamentare. Kandidatin më të përgatitur për kryeministër. 30 ditë fushatës, kemi bën një fushatë të ndershme pa ofendu askand. Po vetëm duke shpalos programin ton politik dhe duke e mbështetur fuqishëm kandidaturën e zotit Bedri Hamza për kryeministër, një njeri i dëshmuar, i cili ende mbahet në mend si ministri vetëm i financave i cili e ka ndryshuar për të mirë jetën e qytetarëve me ngritjen e pagave dhe mirëqenien e tyre. Përgjithësia e Partisë Demokratike të Kosovës, qarshi qytetarit ka qenë kjo, që t'jemi të kujdesshëm të ofrojmë një listë kandiduese me deputet, njerëz të dinjitetshëm, njerëz të mbarë. Tani, po du të kthehem tek kuvendi, sepse unë mendoj që komplet biseda duhet fokusohet te gjendja aktuale në kuvend. Ju e keni parë shumë mirë, mbledhemi çdo 2 minutë, çdo 48 orë dhe mbajmë 2 minuta seancë me një të vetë shpallurin ose thjesht me një të shpikurin komision të cilin gjoja e hudh Avni Dehari çdo 48 orë në votim. A më thuni, zotri Shkelzen, ku ka në botë një komision me një antar? Thotë e hudhi komisionin votim, ai komisioni ka vetëm një antar, vetëm një propozim. Unë nuk kam dëgju që dikun në botën demokratike është votu një komision me një antar. Gjema, flutëm, gjema dikun, dhe unë jam në rregull, unë vetë për shkoj po votoj. Veç thuj, ka ndodhur në këtë shtet demokratik, që është votu një komision me një antar, jemi në rregull. Unë kam ngrit dorën në zgjedhjet e ardhshme. Fakt edhe kur nxirret për votim emri i presidentit, edhe dihet kush ka më votu, formalisht e qesin edhe dikant tjetër që me qenë edhe i dyti që duhet të nënshtrohet votim. Po flas për komisionin, pa dalë te emri i kandidatës për kryetarin e kuvendit, për komisionin, fillimisht komisionin, sepse kjo është një komision i shpirtit. Kur gone doni më të toleruese me shku deri aty, as po ka hiç bëj ide më kreative, ndoshta më bojkotu, ndoshta më shumë protestu, ndoshta më shumë me bën një veprim për shkak se po më krijohet përshtypja që kur krejt ju dhe ne dhe qytetarë që presin me u bën konstituimi kuvendit edhe me u zgjedh qeveria re, këtë na jena në, si me thonë, pritje vetëm një opsioni. E ajo është nëse Albin Kurti pranon me ndrua temen edhe pranon me hjek dorë prej kësaj shpikjes që pi referoni për votimin e komisionit. Cila është zgjidhja? Nuk ka zgjidhje, nuk po shoh tjetër. Hajde po bëjna një bisedë. Cila është zgjidhja nëse ne bojkotojmë seancat? Po mendon që Albin Kurti reflekton? Albin Kurti nuk reflekton. Ai qëllimin e ka arrit. Albin Kurti qëllimin e ka arrit sepse po qeveris pa mbikëqyrje parlamentare. Sot, përveç që nuk ka mbikëqyrje parlamentare, deputetëve ju është nalë edhe goja.
Ju e dini që ne s'kem të drejtë fjalën kuvend. Po, për shkak se s'ka debat. Nuk ka debat, nuk lejohet debat, zgjedh. ne s'kem drejt as me dhënë mendimin, as me dhënë ndonjë ide se si dilet prej krize, as me ofru një alternativë tjetër, sepse 2 minuta i kemi seancë. Për çka? Pse Albin Kurti del dhe thot që Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar. Dhe nëse kthehemi vetëm pak mrapa, se ne nuk jemi popull pa memorje. Dhe unë mendoj që edhe gazetarët në hollin e kuvendit që vinë për cilin seancën, edhe gazetarët e analist në për studio televizive, duhet i ballafaqojnë me vetveten, qoftë deputet të televizjes vetëvendosje, qoftë ministrat në detyrë të televizjes vetëvendosje dhe qoftë Albin Kurtin. Ju kujtohet para pak kohësh kur e përdorke një argument vetë Albin Kurti, i cili thoshte edhe Hitleri ka qenë më i votuari, po s'do të thonë që ka qenë më i miri. E njëjta do të më vlejë edhe për Albulena Haxhiun. Edhe nëse është më e votumja, s'do të thonë që është më e mira. Dhe është më e paqëllumja. Albini ka thallë për partinë e parë. Dhe është më e paqëllumja, nuk është garë me makina, me ngrej kupën. Domethënë janë këtu argumentet me të cilat ne duhet me ballafaqu Albin Kurtin. Duhet me ballafaqu lëvizjen e vetënos. Ai një të ballafaqu mjaftu shumë, ka nëse po më krijohet përshtypja që më shumë po ballafaqohet ndoshta prej ta thash, një pjesë fush të beteja ku shoqërisë, ne media, duhet ose sa. fush beteja ku ne duhet të përballemi me Albin S'ka Kurtin problem. dhe lëvizjen vetëvendosje që është kuvendi, neve na është më huaj drejta S'ka problem për debat. Albulena Haxhiu. Tani, nëse e përcjell karrierën e Albulena Haxhiut prej mandatit parë dhe deri sot si deputete, unë flas me kompetencë plot sepse kemi fillu bashkë karrierën politike, domethënë në vitin e njëjtë të dyjat kemi hyrë në Kuvendin e Republikës Kosovës për herë të parë si deputete. Dhe ju e dini shumë mirë sa destruktive ka qenë Albulena Haxhiu në kuvend. Sa manipuluese ka qenë Albulena Haxhiu në kuvend. Dhe unë nuk do ta ngrej asnjëherë dorën për të votuar një kandidat ose një kandidate që me njëherë, 1 minutë pas zgjedhjes së saj, media do t'i pushtonin me titujt u zgjedh deputete e kuvendit Albulena Haxhiu pika e ka futur gazin lotësjellës në këtë mënyrë në kuvend. Sepse do të merren raportet që kanë qenë gjatë asaj periudhe. Unë nuk do të e votoj Albulena Haxhiun, e cila e ka djeg kuvendin në emër të Astrid Deharit, për zbardhur rastin e Astrid Deharit dhe me ardhjen e saj në kryet e Ministrisë së Drejtësisë digjen 2 herë provat ose mostrat e Astrid Deharit. Nesër, nëse i has sharra në gozhd për cilin do proces, a do ta djeg pra Albulena kuvendin? Prandaj, Albulena Haxhiu, si personalitet, po mendoj si familje, si person, unë s'kam asgjë me Albulena Haxhiun. I uroj gjithat mirat në jetën e saj dhe familjes saj, sepse nuk kam asgjë personale. Politikisht, Albulena Haxhiu duhet të ishte karta e fundit për të zgjedhur kryetare kuvendit. A ki problem me votu dikant tjetër që mund të jetë Tani, me kredibilitet edhe ndoshta jo që nuk ka qenë pjesë e qytyne gazit lotësjellës, gjuhës polarizuese. Unë pajtona plotësisht me Partinë Demokratike, domethënë që e kemi qëndrimin se cilin kandidat jashtë kabinetit qeveritar të Albin Kurtit, ne jemi të gatshëm me votu. Dhe qëndrojmë rrapa asaj. Sepse unë jam udhëtare e respektimit të institucionet vendit dhe ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë vendit. Nëse Kushtetuta e Republikës Kosovës e thot se kryetari i kuvendit takon partisë të parë, unë e votoj me bindje të plotë. Dhe jam për me isë për para. Po nuk mund është ti me më thirë mu për kompromis e për unitet, e me tho hajde bënë që ka të thamë mund dhe ki me votu ato që ta imponoj unë. Jemi në demokraci. Deputetin nuk e detyron as kush me votu. As partia e vetë, as lideri partijës vetë.
deputeti i bindet kushtetutës, ligjes Kosovës. Nëse dikujna i ka për borç me i dhënë llogari, është qytetari i Republikës Kosovës që ja ka dhënë besimin. A meriton më shumë edhe do ta kishte votën e ju i gane Shqipe Selimi? Me thonë të drejtën nuk du me përmend. Nuk Ta vona këtë pyetje se nuk do të njesh për qëndrimet tuat politike në shumë raste dhe kur nuk janë kohë ndoshta. Unë secili deputet të lëvizjes vetëvendosje që ka kurriz me dal mbi vetveten edhe mbi partinë për interesat shtetit, unë ja jap votën. Okay. Pak deputet, mos më thon asnjë deputet i lëvizjes vetëvendosje deri sot nuk më ka bind që ka guxim dhe kurajo. Ta gjeta Selimin se megjithatë Shqipja nuk njihet as për gjuhë polarizuese, as nuk njihet që ka gjuhë as nuk po du më merr me Shqipën këtë rast. Nuk po du më merr, nuk po du me emrat përveçëm. Nuk po du më merr me emrat përveçëm, por secili deputet që ka kurajon edhe guximin me dal mbi vetveten, mbi partinë dhe mbi liderin për interesa të vendit, e ka votën time. Let ma jep shembullin, e ka votën time. Albulena Haxhiu nuk e ka guximin, nuk e ka kurajon, po e dëshmon edhe sot. Unë jam shumë e bindur që Albulena Haxhiu me pas kurajo edhe guxim, quhet edhe del thotë unë nuk do të jem kandidat. Për hir të Kosovës, për hir të proceseve. Momentin që një deputet i lëvizjes vetëvendosje e ka këtë kurajo, këtë guxim, le të më kontakton, unë nuk marr leje prej askujt dhe ka besimin tim. Gona, a dështoj edhe kjo bloku opozitar, opozitë e kaluar, se tash nuk mund të referohemi si opozit, që patu ngjallni paktën një shpresë të disa njerëz se mund të ulen të bisedojnë edhe duke u thirrur në ato që në vazhdimsi kanë thona për studiot televizive në paraqitje publike edhe lideri LDK-s dhe IPDK-s dhe AK-s, që është momenti kur na duhet me këshirë për te interesa politike e partive politike për me kriju një qeveri stabile. Por u pa që nuk është as në këtë pjesë ose as kjo anë e të zgjedhurve të qytetarëve, nuk që kanë kompakt me kriju një blok edhe me kriju një bindje që janë të gatshëm me marrë me qeverisë me vendin me çu përpara, bazë edhe duke i realizuar ato premtimet që i kishin në fushat. Tani na duhet me qenë sinqert me qytetarët e Republikës Kosovës, sepse unë kur kërkoj prej tjerëve me kanë korrekt edhe konform shtetit ligjor, duhet dhe unë t'jem korrekt mas pari me vetveten, pastaj edhe me qytetarët që përcjellin edhe këtë emision. Ka pas disa lëvizje, këtë rast lidhjes demokratike, që kanë qenë thjesht për konsum ditor. Përderisa në një anë e kemi një Albin Kurti dhe një makineri propaganduse të udhëhequr nga Deona Mihajli, e cila nuk lën asgjë pa përdor për denigru çdo figurë, qoftë e politike, qoftë kombëtare në Kosovë. Në anën tjetër e kemi një, nuk du të thëmë blok opozitar, sepse ne s'kemi qenë asnjëherë blok opozitar, i kemi disa parti të shpërndara, sepse tashmë unë nuk i quaj opozit faktikisht, sepse partit, nëse i bëjmë këto partit tjera bashk, do më thonë këto e përbajnë shumicën shqiptare. I ki 3 parti në blokun e lëvizjes vetëvendosje, që është lëvizja vetëvendosje Guxo dhe Alternativa, dhe e ki pjesën tjetër partit politike shqiptare, që janë Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca dhe Nisma, që e përbëjnë faktikisht shumicën parlamentare në figurativisht edhe numerikisht, por megjithatë, ne as gjatë mandatit kaluar, kur vërtet kemi qenë në opozit, nuk kemi arrit të bëjmë blok opozitar. Sepse nuk është respektu vullneti qytetar. Kur tham nuk është respektu vullneti qytetar, ti automatikisht vullnetin qytetar e përban shumica parlamentare ose ajo parti. Hierarkia, në qoftë në udhëheqje, qoftë në marrje të përgjegjësive, fillimisht i takon partisë që ka vota më shumë, pastaj i takon partisë dytë, tretë edhe kështu me radhë. Dhe ne edhe në kohën sa ishëm vërtet në opozit, nuk arritëm
që të bëjmë një blok opozitar kundër një qeverisje ose kundër një grupi parlamentar dhe kundër një qeverie të cilët nuk e kanë pas as haberin e politikës, të cilët nuk kanë as një ndjen për shtetin, të cilët nuk as ABC-n institucionale nuk e dishin. Dhe kjo na ka kushtu pastaj në procese tjera. Edhe sot, nuk mundesh ti me prit nga Lumir Abdigjiku një qasje konstruktive i cili po ashtu si Albin Kurti kërkon jani, po duhet me bo çka të tham unë duhet jem kryeministër. Gona, ka pas një marrëveshje ato që flitet edhe diskutojnë. Që cila do që del partia e parë nëse vim në një situatë të koalicionit i takon posti kryeministit. Tani, unë mendoj që kjo do të jetë e nënkuptueshme, nuk ka nevojë për marrëveshje. Dhe unë nuk e di që ka pas ndonjë marrëveshje. Thuat që jenë dakordu në një... Unë nuk jam idhëtare t'i komentoj çka flitet. Unë jam idhëtare të flas me fakte dhe një fakt të tillë nuk e kam pa. Të paktën Partia Demokratike nuk na ka prezantuar një marrëveshje të tillë ne si deputet të cilët kemi me ngrit dorën për të zgjedhur kryeministrin ose qeverinë e ardhshme të Kosovës. Kështu që nuk muj me pohu një fakt të tillë sepse nuk ka pas një marrëveshje. Gona, nëse vërtet shkon edhe një periudhë kështu edhe dikur nisin me u thy pozicionet ose qëndrimet e partive politike. Kanë ndoshta që mund të dërzohet edhe të tulet në tavolinë me zoti Kurtin edhe të bëjë koalicion ose të javojnë. Në këtë pozicion, të cilin është zoti Kurti sot, nuk shoh askënd dhe nuk shoh zgjidhje, sepse nuk është interesi i zotit Kurti për të ofruar zgjidhje për Kosovë. Tani ne jemi duke pritur përgjigjen nga gjykata kushtetuese. Dhe pastaj duhet shohim mbas përgjigjes duhet të rëndojmë edhe veprimet tona tutje. Po sa mund të shkoj kështu, unë besoj jo vetëm unë, por nuk e ka idenë asnjë nga skena politike të cilët ose aktorët politik të cilët jemi pa dashje në këtë situatë të cilën jemi sot. Albin Kurti e ka zgjidhjen në dorë për 28 sekonda mundet me zgjedh këtë problem. Nuk ka vullnet, sepse nuk i konvenon asnjë qeverisje që do të ishte ndoshta më pak me numra në ministra ose do të kishte mbikëqyrje të fortë parlamentare. Ai sot e ka qeverisjen totale ose thjesht e ka uzurpu komplet institucionet shtetërore. Ju e keni pa shumë mirë nëse nalesh veç që kthehesh para një javë dite. Organizimi i javës së vetëvendosjes, domethënë të gjithë me makina të shtetit, me resurse shtetërore, ka organizuar javën e vetëvendosjes në çdo qytet. Veç vetëvendosja Albin Kurti mundet me konvenu për shkak se ata gëzojnë të gjitha privilegjet, po mos flasim për emrimet që janë duke i bërë, për punësimet pa asnjë kriter, pa respektuar asnjë ligj, asnjë procedurë, dhe këtu shfrytëzoj rastin të bëj thirrje edhe Këshillit Pavarur mbikëqyrës që ti monitoroj edhe të jetë shumë i kujdesshëm, sepse duhet ta ndalë shkatrimin e shtetit. Do thonë, këti i konvenon kjo situatë. I konvenon sepse ka qeveri absolute, pa mbikëqyrje, vetëm problem aktual jeni duke ja shkaktuar ju mediat, që unë ju inkurajoj dhe ju përgëzoj për punën që po e bani, dhe në mënyrë sporadike ndonjë konferencë për shtyp nga subjektet politike të cilat janë duke pritë radhën për të ushtruar kompetencat e tyre në bazë të ligjit të Kushtetutës Kosovës. Kështu që kjo gjendje i konvenon Albin Kurtit, i konvenon lëvizjes vetëvendosje dhe nuk i konvenon Kosovës dhe qytetarëve të saj. Unë ta them sinqerisht, ky edhe një herë po e dëshmon që ky nuk ka asnjë ndjenjë për shtetin. Dhe sot, ma shumë se kur, po e dëshmon se sa pa dhimbje ka këtë vend. E shkatron pa u skuqur fare. Pse? Shtëpinë e ka blerë në Norvegji. Vajzën e shkollon në Norvegji, edukon e rrit atje. Familjen e ka atje.
Nuk intereson këti. Për këto nga zot kështu mos ketë mbikëqyrje parlamentare dhe mos ketë mundësi askush të ndërhyjë në kompetenca. Gone, apo mundesh me lexu qëllimin. Përveç kësaj që mund të themi që kjo situati konvenon për shkak se gëzon të gjitha privilegjet pavarësisht që është detyrë, pagan edhe kryeministri edhe gjithë stafi politik, varësit e tina, ministrat, zëvendësministrat dhe gjithë kabinetet e tyre marrin pagën e plot, gëzojnë privilegjet, veturat. Unë li pagën, nuk është paga kur gjë. Jo, po i gëzojnë të gjitha privilegjet njëjtë sikur me kanë në mos me qenë në detyrë, me qenë të zgjedhur, të rregullt ose me mandat të plot. Po apo mundi me lexu çdo qëllimi. Dobësimi Kosovës karshi botës. Qëllimi parë është përfitimi dhe kush fiton në dobësimin e Kosovës? Dhe e dyta është shkatrimi. Albin Kurti nuk ka ardhur në pushtet me forcu Kosovën. Albin Kurti nuk ka ardhur në pushtet me zhvillu Kosovën. Albin Kurti nuk ka ardhur në pushtet me prosperu Kosovën. Dhe këto e tham duke u bazu në sjelljet e Albin Kurtit për këto 6 vjet qeverisje. 6 vjet qeverisje, Albin Kurti nuk e ka bon një politik zhvillimore që na kishum ja bo sot në këtu një tik, me thonë këtë punë e ka bo mirë. Prandaj, mos ndjeshmëria e tij ndaj këtij vendi dhe dëshira glabruse e tij për të pas çdo gjë në kontroll në këtë vend, e ka pru situatën në këtë vend dhe sot ne jemi pa kuvend. Zgjedhjet janë marrë me 9 shkurt, sot e kemi datën 20 qershor. Dhe ne nuk po arrim ta konstituojmë kuvendin. Pse? Sepse ai dëshiron të ketë një qeverisje pa mbikëqyrje parlamentare, të ketë duart e lira për të vjedh, për të keqpërdor dhe për të abuzu me çdo sektor institucional në këtë vend. Në cilin dush rrafsh hajde e qesum, na kena me fol. Me njëherë mas zgjedhjeve, ja u nali orë të shtesë nuk ja pagun policëve, shujtat nuk ja pagun policëve. Mos flasim për ushtarë dhe mos flasim për detaje tjera. Dje ken media ja anullun konkursin prej 21 antar të stafit diplomatik që i ka emru Ministri Agervalla. Në mënyrë të palitshme. Një vjet kanë marrë paga, 21 vet të cilët jashtë ligjshëm kanë shërby në vendet evropiane, cili është mesazhi që jep diplomacia e Kosovës. Prandaj, qëllimi i Albin Kurtit dihet me shkatru çdo sektor që është këtu. Por, qytetarët e Republikës Kosovës duhet të jenë të zëshëm, duhet të jenë jashtëzakonisht vigjilent dhe duhet të reagojnë. Ne s'kemi shoqëri civile sot. Gone nuk reagun është në çdo vend normal. Është një shoqëri kish me reagu në mënyrë shumë të organizuar, kur i rritet çmimi i energjisë elektrike për 16.1%, e që në total me këtë gjetjen që e kanë bon që 1.200 biznese më ja fakturu me çmimin e importit, rritja totale është në 28%, që prapë paguajnë qytetarë se biznesive që rrit fakturën. Në këtë rritje të çmimeve për çdo ditë, në këto përmosa, ish dashur me reagu, po s'pëshohem që po reagon. Nështë pa edhe skandalin e tjetër, që është shqetësues në çdo vend normal me tro komplet blloqe. 25 vjet mas luftës. 26 vjet, na si vjet e kemi pas 26 vjetorin. Na kemi pas si vjet, këto ditë kur po flasim, nëpër komunat Kosovës festohet 26 vjetori i çlirimit këtij vendi. Dhe te e ki një lajm të faktum që Kosova është në kolaps energjetik. Pse? A i kanë ra tash filtera, ta bojlera, ta spojlera, ta. Kush i kanë ra Albin Kurtit?
Cilën duhet tash përpara? Le del djetë javë sqaron qytetarëve, cilën duhet tash përpara? A bojlerat, a filterat? Ranë këtë bloqet. Sepse Në njëjtën kohë, Infokusi e qiti me dokumenta terrin nuk e mund me që mbulu me zero ka propagandë. nominu, ato që është nominim që distributorit e njofton me sa është prodhimi i energjisë elektrike që ka menshu në rrjet për konsumatorë qytetarët, e pat zero për i këtë bloqe. Edhe është kost të fakta, rikthimit tyne, edhe është kost të Na para fakte riparimit. duhet Edhe është çmim tepër i lartë që unë në vazhdimsi jam t'ju thashë aktualisht këtu përfitojnë mafia energjetike, ato që e ka pas shumë dëshirë me para se përmend me- Albin Kurti. para se me E unal ku te është kjo, halos sot i njëjti akter, Vuk Hamoviqi, me kompaninë e tina dhe bondat e ti që mund të thuhet që në kohë dhe bonda kriminele në aspektin, sidomos në aspektin Energjetik. ekonomik, energjetik, sot janë njëjtat. Ata përfitojnë, për neve ka me na fakturu. Qytetarët e Republikës ka me ju fakturu çdo cent i blerjes energjisë elektrike që na detyrohemi me marr prej këtyre njerëzve dhe prej këtyre kompanive, si rezultat që ki mungesë prodhimit të energjisë prej kekut. shkelzen, problemi është kështu, do të nalem pak te mos reagimi i qytetarëve karshi këtyre problemeve dhe karshi shtrejtimit rrymës dhe shtrejtimit gjërat që ndodhin në Kosovë në përgjithësi ose tek vështërësimi i jetesës në Kosovë. Qytetarët e Republikës Kosovës me njëherë pas zgjedhjeve kanë prit që institucionet e reja do të reflektojnë. Institucionet e reja do t'i dhonë një qasje tjetër kësaj problematike. Do të kenë në fokus ose në prioritet qytetarin. Dhe mos reagimin e tyre në këtë fazë, unë nuk mund të arsytoj ndryshe përveç vullnetit madh dhe pritjes së konstituimit të institucioneve tjera. Dhe në anën tjetër, ajo çka unë sot shoh, domethënë me 20 qershor kur po flasim, në takimet me qytetar, unë sot shoh zhgënjim, unë sot shoh frustrim, unë sot shoh dëshpërim, të cilët janë para një eksplodimi. Kanë hallet mëdhaja qytetarët shkelzen. Vetëm futën cilin dush market të Kosovës, ku do, qovë në Prishtinë, qovë në qytete më të vogla. Edhe vesh nalu, edhe vështrojt çmimet, të cilat janë të ngjitura tek artikujt dhe ti e sheh ose e arsyton frustrimin e qytetarëve. Unë mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës janë duke duruar skajshmërisht shumë për poshtrimin që është duke ja bën Albin Kurti me kabinetin e tij qeveresës. Kthehem te mafia energjetike. Po jo mafia energjetike, po multimafia energjetike ka bokën këtë vend. Aferat e tij Prej Martin Berishës e rend dej te ky Nagip, pasi e pati emrin Nagip Krasniqi e të tjerët të cilët e dejtë dhe Jona Mihajli, e cila i tregojnë kuj mi anal rrymën e kuj mos mi anal, grupet WhatsApp. Flasin shumë. Dhe populli thotë zullumi kputet prej strashe, e këtu është trash zullumi ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës dhe ndaj shtetit Kosovës. Gone, unë e kisha pas qef me kanë që kjo realitet që po e thuti, por ti e din që unë prej kur punoj gazetar, jo ndaj kësaj qeverie, po ndaj secilit pushtet që ka qenë qëtu, të paktën një mundu me kontribu që me ndërtu një shoqëri aktive, që reagon, sepse vetëm kështu na muj me rujtë edhe shtetin edhe institucionet, por besa edhe me i bon përgjes, ose me i bon matë përgjeshëm njerës që kanë më na qeverisë. Por tash më shumë se kur, ja kom nis me besu shumë të ai formulimi i Albin Kurtit në zgjedhjet e 2014 sa kur e ka pas, që ndoshta qytetari, pavarësisht kostës që e pagun, e çmimit, e ato që na në vazhdimsi edhe mediat edhe shoqëria
si me thonë, mundohemi me i bon presion pushtetit që me rrit mirëqenien e tyne anena. Këtu po na rezulton që ai 45% janë analfabet funksional. Kështu po më do këtë i patçujt. Analfabet funksional që ti mundesh me të pavërteta dhe me gjysëm të vërteta me i manipulu qysh dush. Sot më shumë se asnjëherë tjetër e shoh që pavarësisht, edhe ka herë po më jeni bindje që më shumë i beson Albinit ose njerëzve të pushtetit, se sa që i beson realitetit ku ta pagunte Arka çmimin me rritje. Qofsha i gabum, por çdo ditë më shumë po më krijohet kjo bindje. Asnjëherë nuk do t'ja jap vetit atë të drejtë që popullin tim ta quaj analfabet funksional. Edhe nëse Se quajta ason e ka quajta Albin Kurti. Kjo deklaratë e tij është e saktë, edhe nëse kjo deklaratë e tij qëndron prapse prap, Albin Kurti do duhet turprohej. Jo së turprohet gone Dhe prej 50, prej mbi 50% i ka marrë 42%. Do duhet të ndiej përgjegjës për gjendjen të cilën e ka kriju në Kosovë. I ka marrë 40% për arsye se ka manipulu edhe me procesin zgjedhor. Ju e keni pa shumë mirë, sa herë ka ra mrena natës sistemi softverat e KQZ. Thu që ka pas edhe vjedhje. Gjitha sjelljet e KQZ-s, vonesat shpalljet rezultateve, na kemi shkelzem, janë paraqit vazhdimisht video incizime për mënyrën se si janë trajtu votat në diasporë. Ka 7 orë, ka 7 ditë ka nejt votat në për kuzhinat e ambasadave e të konzulatave të Kosovës. Pa asnjë mbikëqyrje, pa asnjë mas mbrojtëse. Të kanë ardhur votat me kombibusa, ka 20-30 orë pa asnjë përcjellje, kërkush si ka përcjell, as kur janë dalë me pushu, as ku i kanë numru, as qysh i kanë hap ato zarfe dhe as gjë tjetër. Ke pas video, nuk po i shpikohen, kanë dalë video plot, kanë qenë rrjetet sociale, qoftë TikToku, qoftë Instagrami, qoftë Facebooku, qoftë Twitteri, kanë qenë të stërmbushura me pamje, thast me votat e diasporës në përqoshet ndryshme të konsulatave të ambasadave, edhe kombibusët të cilat i kanë sjellë votat për shoferat të cilat i ka emru Donika Gervalla. Ne kemi raportu vetë ku edhe ka pranu, ky Martin Berisha që ka shku i ka marrë. Prandaj unë nuk i besoj këtij rezultati. Ne kemi kriju një demokraci në vend që i pranojmë vullnetin edhe rezultatin qytetar. Mirë po ju e keni pa vetë, me gjitha këto degradime, me gjitha këto probleme, ai vetë ka cenu komplet procesin edhe rezultatin. Mënyrën se si ai deklarohet para mediave, ditën kur shpallën rezultatet, kjo flet shumë. Për frikën që ka pas ai, nga procesi zgjedhor. Qasja Albin Kurti në fushat tallë se degraduse ka tregu mjaftueshëm për paaftësinë e tij për të ofruar platformë politike, program qeverisës. Prandaj jemi sot këtu ku jemi. Unë pres nga qytetarët e Republikës Kosovës të reflektojnë me votën e tyre. Nuk votohet sot në shekullin 21 për inati. Sot votohet për program, votohet për vizion politik, votohet për platformë politike, votohet për kandidat të cilët janë dëshmu. Për atë që është në gjendje të vetmohohet për shtetin. Dhe jo për atë i cili e sakrifikon shtetin për interesa personale si që është duke bërë Albin Kurti sot. Gone, 2 tema për fund, kisha pas dëshirë shumë shkurt. Është këtu do ta zgjedhë komunale? Po. Po më intereson për Skënderaj. Po. Informaciona do të jetë Samil Ushtaku kandidat? Partia Demokratike e Kosovës nesër e ka konventën zgjedhore. Ne kemi pas para pak ditë mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm.
nesër e kemi konventin zgjedhore, fillimisht do t'i kryjmë procedurat zgjedhore mrena për mrenda organeve partijake dhe pastaj në mënyrë solemne ne do t'i prezantojmë të gjithë kandidatët për kryetar komunash në secilin komunë, jo vetëm në Skënderaj, por në mënyrë solemne do t'i ofrojmë qytetarëve kandidatët më të përgjithshëm dhe kandidatët më të dëshmuar që i ka tregu koha. Në bazë të opinioneve, deklaratave që i keni ndëgju dhe janë tashmë të ditura publike. Ti e din që dhe ka ashimi veçën e ditë datën, ti e din pa do t'jetë Samia. Unë mendoj që këto duhet ta themi zyrtarisht pas konventës për secilin kandidat. Jo vetëm për Samiun. Ndryshe, unë kam pas fatin që të punoj një mandat në nivelin komunal, kur ka udhëheq zotri Lushtaku me Skënderajin, dhe mund të them me bindje të plot që ajo ka qenë periudha më e lavdishme e zhvillimit në komunën e Skënderajit. Domethënë zotri Lushtaku ka arrit që komunën e Skënderajit ta nxjerrë nga balta dhe t'ja kthej dinjitetin e nepërkëmbur për 8 vite rresht nga partitë politike të cilat qeverisnin kohë më parë me shtetin e që nuk e kthenin asnjëherë syrin ose vëmendjen nga komuna Skënderajit. Ajo çka vlen me u theksu që figura e zotit Lushtaku është një figurë jashtëzakonisht e pranuar në Skënderaj, edhe kudo në Drenicë, dhe do t'i bënte nder nëse zoti Lushtaku do t'jetë kandidat për kryetar të Skënderajit. A kështu me konfirmu që do t'jetë nuk e kini? Unë besoj që nuk duhet t'ja marrim askujt atë momentumin e shpalljes kandidaturës. Nuk po insistoj se me gjithat po dihet. Nëse u kon vullneti Samis, dihet që do t'jetë kandidat. Po du munal, ama të lutem shumë shkurt. E di që ke fol, e ki, si themi, temen më të përzemërt edhe që njihesh në këtë karrierën e juaj politike për veteranët e UÇK-s. Për veteran. Për krejt e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Akterët ose njerëz që janë afër aty kanë ngrit alarmin. Që nuk po priten ditë mira dhe vendimet të mira. Fatkeqësisht Shteti i Kosovës ose gjendja aktuale e cila mbretëron në Kuvendin e Republikës Kosovës po i ban edhe një argat gjykatës speciale me mos konstituimin e kuvendit dhe mos marrjen e hapave konkret në raport edhe me gjykatën speciale. Unë mendoj që Kuvendi i Republikës Kosovës do duhej urgjentisht të mblidhej dhe dilte minimalisht me një rezolut për të kërkuar drejtësi dhe gjykim të drejtë. Pa anime politike dhe pa referenca armiqësore për këtë proces. Vetë fakti që ne jemi në këtë gjendje, unë mendoj që krerët e shtetit ose krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët po trajtohen padrejtësisht në Hag, janë braktisur nga vetë kjo Kosovë për cilën kanë dhënë shumë. Dhe këtë sjellje institucionale shtetërore, unë mendoj që nuk e kanë meritu krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ushtria shqiptare e Kosovës, sepse kemi përsërit sa herë që në Hag nuk po gjykohen emrat e përveçëm, këtë rast zotri Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Caljet e tjerë, por po gjykohet historia më e re dhe më e lavdishme e Kosovës. Po gjykohet gjaku i derdhur për liri. Po gjykohen ata qindra mira nxënës Kosovës që janë helmu në bankat shkollore. Po gjykohen ato grashtat zona që janë përdhunu e janë vra. Po gjykohen ata djem e vajza që janë nxjerrë nga bankat e universiteteve e nga sallat e leximit dhe janë vra e persekutu. Po gjykohen ata qindra e mira ushtar, djem të ri, që kanë shku për të kry gjoja shërbimin ushtarak e janë kthy në arkivole. Po gjykohet e drejta jonë për liri. Prandaj kjo qasje, kjo sjellje e shtetit Kosovës, kjo ftoftësi,
kjo neglizhencë, kjo arrogancë e heshtur ndaj gjykatës speciale është e pafalshme dhe s'ka më na fal historia. Ata nuk e kanë meritu këtë trajtim nga shteti. Gana nuk mund të themi... Unë dua të besoj fuqishëm që ky proces ka më përfundu në mënyrën më të dinjitetshme, dua të besoj, edhe pse unë i kam dyshimet e mia, i kam pas qenë gjenezë kësaj gjykate, ju e dini kam qenë kundër në vazhdimsi kësaj gjykate dhe jam edhe sot edhe më shumë edhe më e bindur se atëherë. Edhe pse gjatë gjithë kohës jam lutë që unë ta kem gabim dhe shumica ta ketë mirë, sot jam edhe më e bindur se çdo herë tjetër që kjo gjykatë është një gjykate pa drejtë dhe është gabimi më i madh që i ka ndodhur shtetit Kosovës. Mund të pajtohemi që ndoshta njerëz përgjes institucion, ata që kanë janë në krye të institucioneve nuk kanë bën sa duhet, por nuk mund të themi për qytetarët e Republikës Na Kosovës. nuk mujna me vajtu se s'kanë bë atëherë mos të bëjmë as tash. Një herë ju dha një rast edhe keni thirrje e një proteste për mi dalë krah aty në njerëzve atje, edhe po pse asnjëherë më parë u mush sheshi i Prishtinës. Shkelzem, këtu du me Por nuk kam iniciativë tjetër, paktën në mënyrë simbolike me pas organizime tilla. Shkelzen, Ku i qohet një mesazh edhe këtu kisha mendimin në dy pjesë. E para, unë jam shumë e lumtur pse nuk po du me thonë mirënjohëse, falenderuese qytetarëve në këtë rast, sepse unë jam një nga ata qytetarë dhe nuk jam ndoshta në pozitën për ti falenderu, por jashtëzakonisht vlerësuese dhe jam jashtëzakonisht e lumtur që vedia kombëtare, qytetare po kthehet. Sot ma shumë se kur, unë e shoh prezente logon e ushtrisë shqiptare të Kosovës në çdo familje, në çdo makinë komunikacion, në çdo muri të rrjeteve sociale, në çdo vend, unë sot ma shumë se kur e shoh prezente logon e ushtrisë shqiptare dhe kjo mban mundi jashtëzakonisht mirë. Në anën tjetër, unë mendoj pajtohem me marshin, ka qenë marshi i jashtëzakonshëm, mesazhi i fuqishëm, mirë po, unë mendoj që në momentin në cilin jemi, sot nuk ka më vend për marshë, ndoshta, sepse nëse duhet marshe me inicu, unë mendoj që sot duhet gjitha metropolet e botës të vërshojnë, sikur në kohën e Rambujes, sikur në kohën e vrasjes në Drenic, kur kanë brohëri të gjitha metropolet botërore, Drenic jemi me ty, sot duhet të gjithë t'jenë me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Mirë po, karshi kësaj, unë mendoj që ne duhet institucionalisht, Kosova institucionalisht ta ngritë zërin dhe të marrë hapa konkret të cilët do të kontribonin që mos të devijoj procesin e Hag. Deri me tani, ka shumë dyshime që mundet me dalë keq, por nuk mjafton me i thonë nasë në studio. Unë mendoj që Kuvendi i Republikës Kosovës është dashur të mbledhet urgjentisht për këtë çështje, të nxjerrë një rezolut, ta drejtoj atë rezolut të gjitha institucionet evropiane botërore, dhe të alarmoj sepse gjykata speciale e ka dëshmu që ka dështu. Ajo është themelu për të vërtetuar raportin e Dick Martit dhe vetëm për raportin e Dick Martit nuk është fol në gjykatë. Ajo ka deviju, prandaj unë konsideroj që karshi vullnetit qytetar, karshi mbështetjes qytetare, sot ma shumë se çdo gjë tjetër duhet qëndrim institucional. Unë jam di mirë që më në fund e kam dëgju zërin e avokatit të popullit gjatë javëve të fundit. Unë konsideroj që jo vetëm kjo, që është shumë e rëndësishme aspekti institucional, por jo vetëm për emrat të përveçëm të atyne burrav që po gjykohen padrejtisht atje, por ndoshta para se me u bë vonë nesër, do të ishte mirë me ju dal hakësh edhe me kanë një organizim i tillë
si që përmendet edhe më herët, në parë gjitha metropolet e Evropës së Bosë. Shkelzen, unë për studios tonë, mas pari juve Se për kom drejtona, frikën si- nisjani, se cili qytetar, në momentin që dalë unë me një nismë t'il e politizojnë. Unë jam deklaru publikisht, kushdo që thret një protest për mbrojtjen e vlerat luftës UÇK-s, për padrejtësitë që po bëhen në Hagë, unë jam e dyta prezent. Por në momentin që unë e thras, atëherë po i vendosin gjyrime politike. Unë mendoj që kjo duhet bëhet si shoqëri civile, njerëz të cilët e duan këtë vend, njerëz të cilët e din sakrificën e popullit vet, intelektual të ndryshëm, duhet të mblidhen, të pamvarur, pa prit me u pri politika, sepse nuk guxojmë në asnjë rrethon që gjykata speciale të na luftoj me kartën që politika po ndërhyn drejtësi. Unë si individ dhe si qytetare e Republikës Kosovës jam e gatshme të përgjigjem çdo iniciative që merret në atë drejtim. Kjo është më e pakta që është dashur me u bë gone për shkak se na është simboli që besoj dhe jam i bindur thellësisht që është krenaria më e madhe kjo emblem. Nuk është vetëm krenari, është liri. Është liri, është ajri që na e marrim sot. Sot unë e ti bisedojmë këtu, fal aty në shkronja. Sot unë shkoj në kuvend, fal aty në shkronja. Sot fëmijët shkojnë në shkollë. E festojnë festën e abetarës, fal aty në shkronja. Sot artistët shkojnë në teatr, fal aty në shkronja. Sot bujq që ti punojnë tokat e tyre, fal aty në shkronja. Prandaj nuk është krenari, është jetë, është ekzistencë. Po mos ishin ato 3 shkronja, nuk do të ishte ekzistenca jonë. Është pak për keqardhje kur e mendon që nuk është t'ju bë bashkë asnjë gjë hiç. Për të paktën në këto mënyra simbolike me mos konstituimi i kuvendit është edhe një nga goditjet matrona që është duke ju dhënë këtij procesi. Është imediate që kuvendit të konstituohet. Deputetët e kuvendit të dalin me një rezolut përballë gjykatës speciale. Unë e kam thonë këta edhe para një viti nëse të kujtohet, prandaj e përsëris edhe sot me vedije të plot dhe me përgjegjësi të plot. Sepse jemi ka fundi i procesit dhe shenjat nga atje nuk janë shenja të cilat japin shpresë që vendimet do të merren të drejta. Gone faleminderit shumë. Uroj e besoj dhe shpresoj që të dalmi faqebardhë nga ky proces e të kthehen të pafajshëm prej atje. Si gjithherë jam mirënjohëse dhe faleminderit që gjithherë je në dispozicion për me bashkëbisedu me bëj intervistë. Faleminderit për mundësinë dhe uroj që në intervistën tjetër vim flasim për punën e kuvendit dhe jo për bllokimin e kuvendit. Faleminderit shumë. Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e Për shembull, ka dikush që vjen në spital thotë i poshtë Nisën e pranisi. financave nuk e don as partia e vet. Nonën e që din komaran ajo punë e modha. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të që nga primera